Kryeministri Hristian Mickoski, pasi që ditë më parë, tha se nuk ka asnjë problem që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe, sot ndërroi mendje duke thënë se këtë çështje do e rregullojnë me ligj. Ai shtoi se ka vullnet politik që kjo çështje të zgjidhet dhe tha se gjatë ditës së nesërme do t'i ftoj në takim palët e përfshira. Уставот е јасен и прецизен. И уставот вели дека официјален јазик на целата територија на Македонија и во меѓународна употреба е македонскиот јазик. Kushtetuta është e qartë dhe precize. Kushtetuta thotë se gjuhë zyrtare në të gjithë territorin e Maqedonisë dhe në përdorim ndërkombëtar është gjuha maqedonase, por gjithashtu me përshkrim më poshtë, ashtu thot Neni, gjuhë zyrtare në këtë rast është edhe shqipja, respektivisht bashkësia që është më tepër se 20%. Në këtë rast është gjuha shqipe dhe një pjesë të amandamentit 5 që zëvendëson Neni 7 të Kushtetutës shumë qartë qëndron, ku thuhet se komunikimi në institucionet shtetërore mund të zhvillohet edhe në tjetër gjuhë, në këtë rast të bashkisë që është më tepër se 20%, pasi që kjo të rregullohet me ligj, do të thonë, ne të duhet që këtë proces të provimit fillimisht ta përcaktojmë me ligj. Ligji, kështu siç është, nuk lejon provim të tillë. Unë jam i gatshëm që këtë ta rregullojmë dhe jo vetëm për gjuhën shqipe, por edhe për gjuhët e popujve tjerë që janë të përmendur në preambull. Nëse duam që kjo të ndodhë, duhet të bëhet ligj. Mickoski tha se është i gatshëm që ligjin e ri ta dërgojnë edhe në Komisionin e Venecias për të parë nëse ligji është në përputhje me Kushtetutën e vendit. Да се направи закон. Тој да се прати во Венецианска комисија. Unë jam i gatshëm që të bëhet ligj, të dorëzohet në Komisionin e Venecias nëse ligji është në përputhje me Kushtetutën, nëse jo. Fakti se kur është bërë ligji për gjuhët, Komisioni i Venecias për pjesë të gjyqësorit dha mendim negativ, deklaroi Mickoski. I gjithë ky debat filloi kur 385 studentë shqiptar nga 3 fakultete të juridikut në Maqedoninë e Veriut përmes një peticioni kërkuan nga institucionet që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe, në gjuhën në të cilën i kryen studimet, pasi siç thon u takon me ligj. Peticioni u dorëzua te Ministria e Drejtësisë, Agjencitë për zbatim të gjuhëve, Inspektorati për përdorimin e gjuhëve, kryetari i Kuvendit dhe zëvendës kryeministri i parë.